Tash, edhe kjo byroja për konfiskimin e pasurisë. Dhe më thonë, kë për nga kërcënan, se këto shteti, se këta i kanë vjedhë, po nuk i kanë vjedhë mëre populli që to që kanë bo, se janë 26 vjetë që janë të punu. Pej një situate lëm, pej një situate të okupimit, pej një situate ku e mi konë të kollën, totalisht, këtë Kosova e me viktima, e me trauma, e me gjitha ato, kanë arrit me maru një shpi. Tashti kë për thot, ju i kini vjedhë, se kë ju ka tek, më thonë, i kini vjedhë. Dhe më thonë, nuk ka njerë që nuk përballet, a nuk e vetë kush, a ke punu, që a ke boti 26 vjetë, a ke pas kontribut, a ke punu, ka njerë që kanë punu me familje, këtë familje edhe e kanë baru një shpi bre e kanë baru në vend vetë, në Kosovën e lirë, që kem luftu më konë tjere, ka bo një shpi, edhe që dikush këtë ta konfiskoj se ti ke vjetë. Kur nuk u arrestu dikush për hajni, këtë është propagandë e sofistikume veç për me u përqa njerëzit. 20 miliard beko budget, kështë kështë. 20 miliard. Tashti, na po bim, hajta bëjmë një krahasim me periudat e shkurta që ju keni qeveri. Është edhe ajo, po du me thonë një tjetër. Ky 20 miliard i ka budget. Edhe nuk e ka kryu asnjë punë. Paret janë harxhu. Ku shkun paret? Ti po thunë 20 vjet e kanë prish venin, mas shlerimit, do më thonë, që janë ndërtu gjithë shka, edhe aty dijen, po është një autostradë që to është një shkollë, që to është një polici, është një ushtri, është një institucion, është një... Kejtë që to dihet që janë në qatë periudhën që kjo të ashtë të quajtur e kanë prish shtetin. Po të ashtë me 20 miliard. Qka marove ti? Qka nëreqe? Ose po thunë, ka me luftu korrupsionin. Po cilin korrupsion? Ka ne arrestove ti për korrupsion? Kjo e ka konfliktin edhe me gjykatat, e ka konfliktin me prokurorët. Me akt akuz ka mbajtur ministrat. Me akt akuz edhe i ka sulmu prokurorët. Ju ka bo thirrja më shku në prokurori për një hajni të Rozeta Hajdarit, që kjo është përgjegjës, aty kjo nuk o shku fare aty. E kjo po doj ka me luftu korrupsionina. Dhe më thonë, këtë kjo është një fotografi, po besoj, e qartë, po qështu du të mi o spjegu edhe që atyne, edhe ata që kanë shohë. Duhet me kuptu se domet që i ka bon, që kë me propagandë edhe përqamin që kam rri edhe në familje me përqa njerëzit, duhet me ditë që duhet më këthy mrapa tash, duhet më këthy një hap mrapa, mos me vazhdu ma përqamin. Nuk duhet mu armitsu na ma shumë në mërveti. Tash duhet mu nëllë. Interesi jonë realisht nuk është. Kuj në është interesi për mu armitsu shqiptarët? Veç e armikut. Nuk duhet me bo ato. Akuza, kjo ka vjedh këto, kjo ka vjedh kumër e ka vjedh, po ti ja kem na institucione, ti shkon pas vjedh na i kush dhe i sen. Shkon lajmëro, e kem edhe burgje besa. Edhe i shkon mirë kjo që ta që i ka me akte akuza, që ta me kalzu shembullin personal, mas pare me thonë po, unë du me luftu korrupsionin, edhe që ta të mitë që janë zonë të vjedh, që ta du njëherë me arrestu, dojë me i trajtu qëta, me këqyrë. Nështë edhe ata e kanë atë drejtën e vetë, fjallën e tyne, se na jem shtetë demokratike, gjykata ato i ndonë. Mirë për njëro mirë, kë me dhonë shambullin e vetë. Kë po shrihet që kë po donë veç frontalisht, veç armitsim, veç thellim të armitsive, të imbrojt ata të vetë,